Hej, të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu duhet ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Unë nuk kam bërë baby shower dhe nuk kam bërë as gender reveal për asnjë nga të dy fëmijët. Përojnë diçka simbolike për gjinin sepse kishte që e thana. Por nuk kam bërë asgjë sepse kam qenë gjithmonë me parimin që deri në momentin që ti fëmijën e merr në gjë, deri në atë moment nuk e pse domethënë gëzimin mbaj personal, mbaj familjar. Sepse asnjëherë nuk e dihet. Përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi në Mam, kësaj here me një super mami. Kemi Pranvera Buraka, është mami dy bebave, dy fëmijëve, në fakt sepse Ana është e rritur, po un kam qejf të them beb sepse për ne do jenë gjithmonë bebat tana, apo jo. Edhe unë kështu kam qejf të them, po ajo e kundërshton kur i them beb, por unë jam e rritur tani, nuk mund të më thuash beb. Kur e ka kundërshtuar për herë të parë? Para një jave ishte herë e fundit që tha se për herë të parë nuk di ta them, por para një jave ishte herë e fundit që sa lutem tha mos më thuaj beb. Unë jam e rritur ta si mund të më thuash mua beb. Por gjithmonë beten ato bimadan dhe gjithmonë duket sikur ne kur shikojmë fëmijët tanë që rriten para syve tanë, gjithmonë shkojmë te ai momenti ndoshta edhe i dy vijave pozitive të testit, apo jo? Atë ndodh shpesh me anën kjo gjë. Ishte një episod para disa ditësh, ajo kërkoi që të ndronte vëthët. Edhe se tha këto më kapin dhe floku dhe hapëm ato bizhut që kemi dhe mes bizhuve unë kam vendosur edhe dy teste, testin e djalit edhe testin e anës. Ajo pat parin, që unë tani nuk di të them se kush ishte fikse ata, se më duhet pa kohë ta mendoj. Edhe tha, ky është imi, apo jo, po i thash, ky është i joti, ky që rjeqe, se e kam ruajtur. Në fakt ja kam ruajtur edhe testin, edhe flokët, edhe simbolet e vogla, ja kam ruajtur që ti ken. Edhe në fakt kur atë ke para të testin me dy vija, si ka qenë për ty? Për Anën. Për ty, po, e para. Ka qenë një super emocion. Në fakt, nga që ishte një shtatzanie planifikuar, unë bëja shumë teste, me si prisja, do më thonë. I kisha punë vetes atë, kishim një muaj, unë isha shumë e fiksuar me horoskopin. Edhe me astrologjin, dhe duja që gocat linte luan, e shenjës së luanit, dhe bëja llogarit që përkohë të fiks në atë kohë. Pra, muaj ku unë kisha ngel shtatzan, kur të linte ajo të ishte e shenjës luanit, dhe gjithat muaj bëja teste pandalim, kudo. Merja me vete, shkoja në punë, bëja një test, shkoja, se isha në shkolla, ko bëja masterin, bëja një test, kudo ku shkoja e bëja një test. Dhe më dilin gjithë negativ, thash, okej, varja, nuk ndodhi. A të mërziste testi negativ? Po, më shgënjente, sepse unë mendoj që çdo grua, në momentin që merr një test dhe dëshiron një shtatzani, po i doli negativ mërzitet. Do më thonë, mendoj që kjo është një gjë e pa diskutuar. Jo, unë e ndjeja që ajo gjë do ndodhte. Thjesht mua më mërziste që pse nuk do të atëherë që unë nga testi. Pse mos ta bëj Luan? Po pse kishe këtë lidhje me shenjën Luanit? Je vet Luan apo? Jo, partneri është i shenjës së Luanit dhe edhe në horoskopin kinez i binte fiks shenja e tij dhe unë doja që të lindte edhe ai dhe më pëlqente. Domethënë pëlqen që ata kanë një lloj vetbesimi edhe kështu dhe doja që goca ta kishte. Shumë mirë është edhe tani që është peshore, nuk ka asnjë. Tani është peshore, po. Se shtyva unë me. Dhe pasi kisha provuar shumë teste, në një moment më thot vllai po dilnim do pinim një kafe dhe më thot Mauri ti tha ke bërë një testa, e ke parë se çfarë nëse ke ngel shtatzan apo jo? I thash unë jo, më qa testi i kam provuar në 100, i thash nuk më harxoj më asnjë kokër leku me këto teste. Më tha mua ata hajt me stabliu një 2000 lekë shtanë në farmaci. Edhe e marrë testin, shkoj në tualet, ai po priste në kafe, do më thonë, edhe e bëj, dhe doli me 2 vija, e mbaj mund të dani, nga qenë një super emocion, kam dalë komplet e relaksuar, edhe jam hull kafe dhe kam porosit një klap sanduiç. Tani, më vonja bën pishman, se ajo kishte majonez, po okej, këto janë histori tjera. Në atë moment, do më thonë, thjesht doja vetëm ta shijoja. Dhe pastaj si kanë qenë ato muajt e parë? Kanë qenë të vështirë për ty? Kanë qenë. Filluan të vjellat apo jo? Po, ishin muaj shumë të vështirë. Ka
4 muajt e parë kanë qenë muaj shumë të vështirë, sepse unë kisha jashtëzakonisht shumë të vjella. Po shumë. Aq sa në 2 raste kam shkuar në urgjencë dhe kam marrë serum sepse isha komplet e pa hidratuar. Në të dyja shtatzanit më ndodhte që nuk e pija dot ujë, nuk po mos kishte pak fare limon, po limoni më ngacmonte, nuk e pija dot fare që unë jam njëri që e dua ujë në fakt. Dhe nxirja pafund. Domethënë me shtatzanin e parë unë kam nisur, në të dyja kam qenë 63 kg dhe kam vajt 56 kg, kur shikoj fotot kam qenë si një kufom, kaq shumë kisha rënë. Edhe me të dytën kam rënë 57-58 kg, kam qenë rash shumë 4 muajt e parë. I kisha të njëjtë sa në një moment mendova që si kam mundësi që të dyja kanë qenë të njëjta, nuk është se kanë ndryshuar. Të njëjta, të dyja shtatzanit i kanë pas të njëjta pavarësisht se gjinia e fëmijëve ka qenë ndryshme. Po te doktori kur shkoi edhe me gjithë sikletet që kishin në këto 4 muajt e parë dhe rënin në peshë, a e pyesi a është një mirë, mos ndoshta ç'a tregonte se normalisht është një mirë, që është shtatzania, po shkon mirë në momentin që ti nxjerr. Unë në asnjë moment, unë jam njëri që besoj shumë dhe kam edhe ndjeshmëri shumë të larta. Dhe unë në të dyja rastet që kam ngel shtatzan, nuk kam pas në asnjë moment merakun që do shkoj mirë apo nuk do shkoj mirë. Unë e dija që do shkonte mirë, e ndjeja që do shkonte mirë. Kjo ishte ndjesia ime. Dhe sigurisht që kam pas gjithmonë merak kur shkonja tek doktori. Ekomorfologjike ka qenë gjithmonë një emocion shumë i fortë, apo kur merr përgjigjen e niptit është gjithmonë shumë emocion, por e ndjeja që mendoja që për sa kohë Zoti ma dha, është e sigurt që kjo gjë do shkoj mirë. Domethënë nuk kisha dyshime në këtë gjë. Sa vjeç kishen kur ka qenë shtatzania e parë? Kam qenë 27, me djalin kam qenë 35. Pra ishe gati për këtë gjë. Unë mendoj që kam qenë gati për të bërë nën shumë herë. Domethënë e kam instiktin e nënës e kam shumë të fortë. Kur kam qenë fëmijë, ndërroja shumë që të kisha një punë në cilën të kisha një zyrë dhe aty të kisha edhe një dhomë veç që të kisha një kënd lojrash për fëmijë dhe t'i mbaja aty. Të kisha një fëmijë dhe t'a mbaja aty. Dikush kujdese, po unë t'a shikoja, t'a puthja, t'a kisha afër. Dhe mendoj që instiktin e nënës e kam shumë të fortë dhe kam pas gjithmonë shumë të fortë, kështu që kur s'kam pas dilemën jam gati apo jo. Kuptohet që kjo lidhet me partnerin pastaj që edhe domethënë ndoshta edhe me stabilitetin. Këtë gjë e ke menduar apo ka qenë gjithmonë në plan të dytë pjesa le të themi e stabilitetit edhe financiar? Apo karriera. Kam filluar punë që 14 vjeç. Dhe 27 vjeç kur un kam ngel shtatzan për herë të parë, kisha gjatë 13 vjeç që punoja. Kisha në të njëjtin vend pune 9 vjeç që isha, pra kisha një lloj stabiliteti, nuk pun të them që dhe nuk e kisha merak pjesën e stabilitetit. Nuk e kisha, sigurisht që sot mendoj që do kisha dash të bëja shumë fëmijë, por a ka mundësi unë do t'i rris të gjithë fëmijët njësoj që mos t'i mungoj asgjë nga ato që janë të domosdoshme që ai të rritet mirë? Jo, nuk e kam. Kështu që faleminderit Zotit. Dhe në fakt ka shumë mama që do thonë, fëmija vjen me kismetin e vet, do i sjelli pa merak. Je dakord me këtë gjë? Jo, nuk jam me këtë teori. Nuk jam me këtë teori. Domethënë, okay, unë mendoj që fëmija vjen me një lloj bereqeti. Vjen. Por nuk jam me këtë teori. Mendoj që fëmija ka nevojë për atë vitaminën, ka nevojë për atë ushqimin e mirë, ka nevojë për atë kujdesin, ka nevojë për kopshtin e mirë, ka nevojë për çerdhen e mirë, për shkollën e mirë. Ka nevojë që unë nuk jam përkundërzi, domethënë jam që nuk shpenzoj shumë tek veshjet e fëmijëve. Por prapa, i disa gjëra bazike i do, dhe ato gjërat do t'ja blesh, një çan do t'ja blesh, ato mjetet shkollore t'ja blesh, uniformën, domethënë ka kosto, fëmija ka kosto, dhe nuk mendoj që bëje se rritet vetë. Jo, nuk rritet vetë. Nuk rritet vetë. Fëmija ka kosto dhe ka kosto shumë të larta. Drejt, pra duhet menduar mirë. Palesi do kishim qenë? E di. Financiarisht. Por momentin kur do trokiste ora për lindjen e anës. Kishe vendosur që do ishte lindje natyrale? Unë doja të ishte lindje natyrale, fillimisht, në muajt e parë, sepse kisha parasysh një shprehje të një mikeshe times të Julit, e cila e kishte lindur gocën vet, dhe më thotë që momenti shkëputjes së fëmijës nga trupi është hynor. Dhe unë doja ta provoja, domethënë sepse ringjethem doja ta provoja, domethënë si ndjesi.
Por kur vajta për të bërë ekot e fundit, doktori më tha që në muajin e 7-8 që goca është podalike, nuk kthehet, ishte me kokën lart, dhe ndër tjera ishte edhe 3 herë e lidhur me koridon. Kështu që më tha që është e pashmangshme që ti do bësh operacion. Dhe okej, rash dakord, sepse shëndeti i saj ishte mjeku është ai që vendos. Ai që vendos, ishte përtej asaj emocionit. Por, unë në lindje e kam ndier momentin e shkëputjes së Anës. Do më thonë, edhe pse kam qenë empir, sepse ka qenë operacion, e kam ndier, e kam kuptuar shkëputjen. Në momentin që e kam shkëputur, e kam ndier. Po, ndoshta e kam dash kaq shumë sa. E kam ndier atë momentin se mund të kenë qenë faza e fundit e empirjes. Nuk di të them, por e kam ndier. Pranverësi është ai momenti para se të vi, përgatitja, si ka qenë emocionalisht për ty, për shembull, kishe frikë apo po tani fillon dhe mendon sot do ndryshoj çdo gjë, fillojnë të gjitha të dalin para syve. Unë pjesën e shtatzanisë mund të them se deri diku me gjitha ato problemet që mund të kenë apo kështu. E kam shijuar, do më thënë dhe procesin e marrjes së rrobave të Anës, e kam shijuar shumë. Edhe kur ti lan ato rrobat e bebi, dhe kur rihe, kuroz, dhe i palos, dhe i bën gati, sistemon dhomën, do më thënë të gjithë i bëra ato dhomën me një shkrim të madh, do më thënë su përdor kur. Dhe gjithë ato e kam shijuar, por e mbaj mend shumë mirë që një ditë para se Ana të lindte, ne kishim lënë që ajo ndërhyrja do ishte në orën 8 të mëngjesit. Unë jam futur në dush në darkë me ujë relativisht të nxehtë dhe kam dalë nga dushi me ujë të ftohtë. Dhe vetëm kam qarë. Dhe vetëm kam qarë. Nuk e di pse kam qarë aq shumë, por kisha shumë frikë, kisha pasiguri, nuk kisha frikë se si do ishte jeta ime nesër. Kisha merak si do ishte ajo, si do dukej, a do isha unë një nënë shumë e mirë për atë. Do me thonë, kisha 100 pikë pyetje, 100 emocione, kisha ndjesi shumë të forta. Dhe po them, kam dalë me ujë të ftohtë, kur e kam dirë që ujë ka qenë shumë i ftohtë, atëherë kam dalë, po vetëm qaja në dush. Ishte emocion shumë i fortë, madje e mbaj mend që kam shkruar edhe një letër, kam bërë një shkrim atë kohë dhe nuk e publikova, e kam publikuar në një vjetorin e Anës. Duhet a gjej diku tani tek noca, se nuk e di ku, po ishte shumë, ka qenë ndjesi shumë e fortë. Një ditë para. Pastaj aty kur ditën që kemi shkuar për të lindur, unë e kisha lënë orën 8 sepse isha deri ditën e fundit në punë dhe doja të shkoja e krehur dhe e lyer, se nga që ishte me operacion, thash të paktën ti je me rregull. Dhe mbaj mend shumë mirë që kur kam dalë nga ndërhyrja kisha thjesht një xhufk me flokë të ngatruara këtu poshtë, se kisha djersit jashtëzakonisht shumë. Në shtet apo privat? Në privat. Në privat. Të dy po. Dhe kur kemi vajt aty që kemi bërë edhe ato regjistrime, fillimisht më është kthyer Olion edhe më ka thënë apo e shtyn fare dhe një qiko. E lom nga jafat. Në ato valizhe dhe rrugati. Po ishim rata, ashtu. Ajo mirë ishte brënda, e lom edhe pak. E qara e parë të afruan pranë fytyrës, si ka qenë? Unë nuk kam bërë, ta thash, edhe kur u takuam bashkë, unë nuk kam bërë baby shower dhe nuk kam bërë as gender reveal për asnjë nga të dy fëmijët. Përojnë diçka simbolike për gjinin sepse kishte që e thana. Por nuk kam bërë asgjë sepse kam qenë gjithmonë me parimin që deri në momentin që ti fëmijën e merr në gjë, deri në atë moment nuk e pse, gëzimin mbaj personal, mbaj familjar, sepse asnjëherë nuk i dihet. Ke frikë se mos ta vjedhin gëzimin, apo çfarë? Po jo, mendoj që ti gëzon në momentin që e ke të materializuar, që e shikon, që e ndjen, do me thënë, unë jam deri në momentin, jo në momentin që e nxjerrin, por në momentin që mjekët i bëjnë dhe kontrollin e parë, dhe jam gjithë kohën, do me thënë, dhe në ndërhyrje, sepse ti je vetëdijshme kur je me cesarian. Dhe jam gjithë kohën me sy të andej që po e kontrollojnë të gjithë, po ja shikojnë të gjitha, i ka gjitha reflekset në rregull, dhe në momentin që thonë që fëmia është mirë,
unë aty qetësohem. Qetësohesh, po. Dhe nuk mundem dot të bëj një fest të madh dhe të gëzoj deri në momentin që kam marrë atë përgjigjen që fëmia po është. E ke pas gjithmonë këtë gjë? E kam pas gjithmonë. E kam pas gjithmonë. E kam pas dhe me të dy, nuk është se ishte vetëm. Madje Ana tani mërzitet. Dhe tha që pse nuk më keni bërë as edhe një gjë mua ju. Që asaj kemi bërë çdo lloj ditëlindje kështu, po pse s'ma keni bërë mua ju, kërkon llogari për këtë pjesën, por ja kam shpjeguar me shumë detaje dhe ajo është fëmijë që në momentin që ja shpjegon gjërat e mirë kupton. A kanë qenë të vështira ditët e para? Kanë qenë, po, kanë qenë. Cila ka qenë pjesa më e vështirë? Me Anën, pjesa më e vështirë ka qenë e gjirit, sepse ajo me vështirësi e kap të gjirin. Dhe episodi parë që ne jemi kthyer në shtëpi është që unë jam natyrë që më pëlqen të bëj gjërat vetë. Dhe kur ka shumë njerëz më duket sikur kam edhe atë barrën që duhet kujdesem te për tjerët që janë aty. Mund të ketë lind me njeriu, mund të ketë lidhje me fëmijë, nuk e di nga se, po e kam gjithmonë këtë ndjesë. Dhe i thash të gjitha prindërve Olionit që vazhdoni ju se do merrem vetë tani se unë jam shumë mirë. Dhe e mora Anën, ajo filloi të qante, unë e mora Anën, provova ta vija në qie, rrotulloja, e sajoja, e ktheja ndej, ajo nuk e kapte dhe vetëm qante. Derisa ka marr mamin, ka marr Olionin, kam thënë bli pomp, nuk isha bler pomp deri në atë moment sepse mendoja që unë doja dal shumë mirë dhe doja ta shijoja gjithë dhënien. Dhe më dukej se po ta kisha aty, do gjeja atë rrugën. Justifikim. Dhe nuk isha marr as formul, po me të njëjtën logjik. Doja ta jetoja, ta shijoja atë gjë, po kur ajo nuk pinte, madje kam zbritur në një klinik poshtë që ishte poshtë pallatit, me atë në krah duke qarë, se kisha parë që ishte një klinik për fëmijë, i thash lutem ndihmon dot se goca nuk po pi, si jemi për këtë shërbim. Si jemi për këtë punë? Dhe unë aty realisht u çmonda kur jam gjithë lart dhe nga një moment unë Anës i shkoja gjithmonë me një gjitë të shtrydhur, të hedhur në shishe, me një gati dhe me formulën në një shishe tjetër, sepse nëse ka një gjë që unë nuk e duroja dot, ishte e qara e gocës. Nuk e përballoje dot? Unë kam një ndjeshmëri shumë të madhe për fëmijët një dhe për të moshuarit dy. Dhe po qau, më duket sikur ata janë duke vuajtur të tmerrësisht shumë dhe nuk e duroj dot fare. Se ke lënë asnjë moment të qaj? Jo, Ana nuk e lia. Nuk e lia fare të qante. Do me thënë pavarësisht se mami im thoshte që gjyshja dikur i thoshte për mua ose për vllajin që se i hapen mushrit. Jo, nuk e kam. Rojin nuk e kam lënë të qaj i vogël. Jo. Tani kur ka teka edhe e lë. Do me thënë se e kuptoj që është tek e ti dhe përpiqem t'ja shpjegoj. Ndërsa gocën jo, nuk duroja dot fare. Fare, nuk duroja dot. Ta zgjati shumë gjithonja? Me të dy më ka zgjatur fiks 6 muaj. Në muajin e 6 ata thjesht bënin trupin të dy dhe nuk e donin, nuk e pranonin më. Dhe unë nuk kam vuajtur për ta hequr gjirin më pas, sepse më sa duket aq kisha. Por unë do kisha dashur që ajo të zgjaste pafund, sepse për mua nuk ka ndjesi më të jashtëzakonshme, më të mrekullueshme në botë. Nuk asgjë nuk krahasohet me atë moment. Asgjë nuk krahasohet dhe unë e kam shijuar shumë. Nuk është thjesht zgjedhje personale edhe për të thënë njerëzve që nuk është ndonjëherë nuk e ça bën. Jo, mua ma refuzuan realisht shumë të dy. Tani nuk di, sepse deri me gocën mendoja unë kisha bërë në atë kohë një vaksinë që thanë brezi 8 deri në 90 duhet bëj një vaksinë që nuk ka funksionuar në kohën e tyre. E bëre ti atë vaksinën? Po, unë kam shkuar, e kam bërë. Dhe unë nga që isha dhe me gjime, fëmijët vogël edhe kështu, thash pa le, mos ka ndonjë problem dhe po shkoj ta bëj. Dhe fiks ditën tjetër mua goca s'ma ka pirë më gjirin. Mami im thoshte që mund të ketë ndryshuar nga ajo, vaksina ta ka thënë. Por ja pra dhe me djalin, ishte e njëjta situatë. Kështu që besoj që thjesht unë nuk kam pasur më shumë. Por Roy për shembull e ka shijuar më shumë se sa Ana procesin e gjithëdhënies, edhe e ka kapur dhe më një herë gjirin, e shijonte, i mori mirë, ishte i shëndetshëm, u rrit shumë shpejt, mori kile shumë shpejt, ndërsa me Anën kam vuajtur, sepse paralelisht ajo, domethënë pas muajit 6, kishte edhe formulën, ne nuk gjenin formulën ideale në atë kohë. Ajo kishte probleme me refluks apo? Kishte refluks, kishte shumë refluks. Mjeku më sugjeronte brenda të njëjtës mark, të provoja të ndryshme. Unë provoja dhe ajo vetëm e nxirrte. Vetëm e nxirrte dhe nuk merrte, ka qenë 9 peshë, domethënë ka qenë e vogël, ka qenë 9 peshë, pavarësisht se kishte faqe dhe duhej si fëmijë i shëndetshëm.
Pastaj kemi marrë një formulë në Greqi dhe nga aty ajo filloi të merrte, po pas muajit 6 i fillon dhe ushqime dhe nuk di të fillon dhe bie. Po. Ndërsa me Rojin më ka funksionuar shumë mirë. Domethënë ai e shijonte. Por me gjumin si keni pas marrëdhëniet kur lindën fëmijët apo? Kur bën tani ti bie që prapë i rikthyer në siklet, tani flet. Po. Edhe çuni. Ai zgjohej disa herë natën sepse vazhdon edhe nuk e di pse i ka filluar tani që prap do të piqumësh natën i donja. Po bën ca regrese, vjen një flik, po e harron ti me gocën edhe prandaj. E ka marruar, gocën e ka marruar fare si flia. Këtë e kam të freskët. Di që me këto muajt e parë kërkimet e mia në telefon ishin kur fle bebi 3 orë rresht, kur fle bebi 4 orë rresht, kur fle bebi 5 orë rresht. Ishin kërkimet më të shpesh ta futesha në forume, shive. Më të shmona, nuk e di si ka mundësi që si nga shpesh. Pastaj ai filloi të stabilizoj, nuk di ta them tamam se mendoj që kam një aftësi në trurin tim që i fshih gjithë këto episodet që nuk janë të mira, ka fshirë dhe këtë pjesën, po këtë kërkimin nuk e kam harruar. E ban më domethënë si që. Po, unë i mbaj fëmijët në krevat. Pra jeni në krevatin tënd. Ne me Anën kemi qenë derisa Roj duhet ketë qenë 2-3 muaj, pastaj u bë realisht e pamundur. Sepse ai, ai derisa ishte 3-4 muaj flinte te krevati tim, se edhe unë kisha merak natën. Dhe ne vazhdonim flinim të tre bashkë me Macën. Ndërsa kur Rojin unë e mora në krevat, pastaj pas muajit të 5-6 që ai srinte dot më tek ai krevati se ngrihej dhe ne kishim merak i ndruam krevatin. Koca e kemi ndruar, sepse ajo shërben thjesht si një varse që unë i heq rrobat natën dhe janë der aty që mos ikit te dhoma. Sa ai s'ka fjetur asnjë natë aty, flet e krevate jo. Po burri në këtë rast ku është? Te krevati. Aty? Po keni marrë një krevat të madh, pastaj. Ne kemi marrë krevat më madh, po, që para. Kështu që jeni të lumtur në atë. Po ne flinim 4 veta në një krevat edhe Macja. Edhe Macja. Po, nuk është se nuk e shijojmë ne. Duket sikur ne edhe e shijojmë atë. Domethënë, ai Rojnjër është komplet ndryshe nga Ana, se Ana ka qenë edhe pak e pavarur dhe donte të kapte atë cepin e saj me ne aty, po cepin e saj, privatësinë e saj brenda krevatit. Ndërsa ky do të vi të ketë kokën afër kokës tënde dhe këtej të hapet kështu. Po unë e zgjedh sepse mendoj që në qoftë se unë do doja që fëmijët të flinin në krevatet e tyre, ata do flinin në krevatet e tyre sepse nuk besoj, më duket sikur janë si plastelin që pavarësisht karakterit sa do të vështirë ta ketë një fëmijë, sa do i vogël, që prindi nuk e realizon dot. Por unë i shijoj, domethënë për mua sa më bën ajo që i marr erë natën dhe koka, që e ndroj, që e kontrolloj, që e përqafoj, që e mbuloj, domethënë më duket sikur koha kalon shumë shpejt, ata arriten shumë shpejt dhe këto janë ato që ty të ngelen, që ta mbushin realisht shpirtin dhe zgjedh t'i mbaj në krevat. Pa reflekton kjo në marrëdhënie? Në çift? Po. Jo. Jo mendon? Jo, nuk na ka ndryshuar fare pjesa e fëmijëve. Jo, nuk na ka ndryshuar. Domethënë edhe kjo pjesa e qëndrimit në një shtrath po jo, se ne shkojmë pak më vonë. Domethënë unë e vë djalin në gjumë. E qartë. Shkojnë në sallon dhe pastaj kur kthehemi nga ora 1. Jo, nuk na ka. Kjo është taktike shumë prindërve, sigurisht që tentojnë ta mbajnë fëmijën ose kur kanë mungesë dhomash njëkohësisht. Gjithsesi, pra ka qenë le të themi edhe rritja e Anës ka qenë e qetë, pa problematika shëndetësore, për shembull, apo virozat kur nisën që të shih. Ana ka qenë fëmijë shumë i mbar. Shumë i mbar në aspektin e shëndetit. Ne kemi bërë një sakrificë për Anën, kur Ana ka qenë e vogël, domethënë i bie që kur ka qenë 10 muajshë. Prindrit e mi shkojnë në një shtëpi në Florë dhe ne e kemi çuar tek ajo shtëpia në Florë që në muajin qershor korri gusht, domethënë Ana në shtator bën 1 vjeç. Ndarja nga mua ka qenë shumë e vështirë. Domethënë unë mbaj mend që gjithmonë kur shkoja në Vlorë tek prindërit duke sikur fluturoja me makinë. Edhe sa herë kthehesha gjithë rrugën vetëm qaja. Edhe flia gjithkohën me një bluzë të gocës që i merrja erë, domethënë, por asaj jodi i bëri jashtëzakonisht shumë mirë dhe shqyr Zotit, faleminderit Zotit, por besoj që ka qenë dhe zgjedhje. Ne nuk e kemi parë kurrë derën e spitalit me Anën, kurrë. As me Rojt, shqyr Zotit, domethënë, por e kemi bërë një sakrificë të unë mendoj që
është sakrificë shumë e fortë nga ana e prindërve. Ka disa që thonë që sa i bën fëmijës të ri me ty nuk i bën që ai jodi. Kjo ka qenë zgjedhja ime. Unë mendoja që shëndeti i tij vlen më shumë se sa ajo dhe duke qenë se ata kanë qenë edhe me prindrit e mi që unë kam një besim super absolut. Mendoj që unë duhet të sakrifikoja në rastin konkret që ata të forcoheshin, të merrnin vitaminën D, të merrnin jodin edhe të ishin mirë. Dhe me anën, thash, realisht ka qenë një fëmijë me një fëmijëri që ne nuk e kemi parë kur spitale. Cili ka qenë episodi më i vështirë shëndetësor që ke hequr në gjithë këto vite? Me fëmijët? Po, me fëmijët. Me anën nuk ka qenë episod shëndetësor që unë ka qenë i keq, por ka qenë vaksina e 2 mujorit. Që unë e kam përjetuar shumë sepse me fëmijën e parë ti përjeton gjërat edhe më ndryshe. Për shembull me të dytin, Olioni e jëma e tij, prindrit e mi e përjetuan, ndërsa unë isha më e qetë se me atë që kisha kaluar me anën duke i lule ky i vogli. Sepse unë bëra një gabim, ishte faji im, domethënë, aty në të gjitha edhe mjekja të thotë, edhe pediatria të thotë, po edhe në gjitha forumet që unë lexoja, thoshte nuk duhet ta lash fëmijën. Ndërsa unë pasi ajo bëri vaksinën dhe e ka bërë në mëngjes rreth orës 9:30, deri nga ora 12 s'kishte asgjë, në orën 1 dhe kishte dalë jashtë dhe unë si manjake në vend ta merrja dhe të thjeshta fshija, e çova për ta e lava pak nga mezi e poshtë dhe ja kam lagur këmbën. Dhe ajo nga ora 2 e drekës dhe deri në orën 2 të natës nuk ka ndaluar syqari. Nuk ka ndaluar, vetëm mekej, do me thonë, dhe nuk e di edhe pasi ka ndaluar nga ora 2, do me thonë, që thjerë u këput, nuk flinte, do me thonë nuk e di, ishte një eksperiencë e tmeshme. Ajo ka qenë më e vështira. Ndërsa Roi kur lindi kishte atë, kishte kërthisën të dalë jashtë. Kishte një pikë të zezë tek prapanica. Ju bë dhe rrjebulla, që unë prape vuajta me atë semana se kisha kaluar dhe u bën gjitha ato episode brenda 40 ditësh. Edhe i shkruaja pediatres Ermira Kola, fantastike. I shkruaja ka rrjebullon, po s'ka gjë me vaj, më thoshte mua ja heq direkt ikën. E vuajta shumë se si më duke djali ashtu. Këtë? Apo këtë? Apo këtë? Apo këtë? Gjithçka e gjeni në Kids Around the Ring. Brendet më ekskluzive i gjeni në Kids Around nga mosha 0 deri në 16 vjeç, brende si DKNY, Karl Lagerfeld, Kenzo e shumë të tjera, ekskluzivisht vetëm në një dyqan të vetëm dhe për të gjitha moshat, ku më bukur, se një veshje feste apo se një veshje përditshmërie që do të jetë gjithmonë speciale. A ishte e vështirë kjo pjesa e rrjebullës, si ndryshe nga vajzës, dhe nuk të kishte ndodhur normalisht, po si e zgjidhet? E vështirë ishte me mua që ta menaxhoja emocionalisht, sepse ajo është një gjë që kalon. Po, dhe domethënë realisht kam dashur edhe që t'ja u them nënave të tjera, por asnjëherë më duken shumë të tmerrshme ato pamjet e fotot e djalit në atë kohë atë rrjepull dhe nuk kam guxuar që ta nxjerr dhe që ta ndaj. Po, e gjitha është mënyra se si nëna e menaxhon, se kur fëmia është i vogël duket dhe sikur i dhëmba, jo dhe sikur i kruhet edhe. Ajo thjesht me vaj, e mban sa më të hidratuar me vaj, me krem, edhe ka disa krë të vegjël, edhe kur ti e lan, që duhet ja kruar, që t'ja zbusësh, që t'ja heqësh sa më shumë korret, po edhe në momentin që e fshin e lan, duhet ja bësh me krem që t'ja mbash të hidratuar, dhe ajo i kalon për një muaj e pak i kalon. Mund t'i ngeli ndonjë gjurmë me vogël, po pastaj rriten dhe flokët dhe nuk kupton fare. Të dy kanë lindur me flok? Ana ka pasur më shumë, jo, Roi më pak. I ka rënë rrugës, besoj? Jo, nuk i ka rënë fare, ja ka prerë mami im të dyve. Kur i ke prerë flokët për herë të parë? Si ja kam prerë, jo, ja ka prerë mami të dyve, me gocën e kam përjetuar shumë, sepse ka qenë, ajo ka bërë ditëlindje në shtator, në tetor ishte pas një muaj, domethënë, dhe unë kisha ikur isha me disa xhirime në Korçë, edhe kur kam ardhur nga Korça e kam parë gocën pa flok dhe ishte shok.
Ishte shok më shumë sepse nga që ishte edhe tetor dhe ishte muaj ndërgjithësimit ndaj kancerit. Edhe kur e kam parë gocën ashtu se ajo nuk është se kishte shumë flok, pak kishte. Po ato pak ishte ato drufko që ja kapim ne tipike, po. Dhe e përjetova shumë e gocën, me si Po pritem. pse mori mami atë vendim pa të pyetur? Jo, ajo ka thonë kështu lartë po që të ka pres, sepse është me teorinë që po ja preve i dalin më të dëndura dhe në anës në fakt i kanë dalë shumë të dëndura. Po kishte mendonte që okay, tani është koha, ne kështu e kemi traditën, ja presim flokët, që amanot, se flokë janë. Çfarë? Ndërsa Roi kishte dhe të bukura. Dhe unë i thash në dhjetor kur bëri ditëlindjen, të lutem i thash, mos ja pris, është dhjetor, lëre që ti rriten, ti ri koka pak me flok dhe në ver me kismet. Ajo kishte thënë në rastin konkret që unë në maj, se në maj ecin flokën të shumë. Në një moment bukur dal nga emisioni, kur më merr me video, shofun ato pa flok fare. Tullac! Por Roi nuk u mërzita se para është djalë. E dyta, kur unë e laja, ati ishin zgjatur flokët edhe nuk pranonte as tharsen dhe mezi e thaja që mos t'i lagnin bluzën. Për te i fakti që të gjithë më ngatroni e mendonin që ishte një gocë. Thoshin goca dhe o zoti i veshur komplet vetëm me ngjyra çunash. I thoshin gocë, edhe kur i thonte tani, jo goca, shumë jo mbulu fytyrë. Dhe për djalin nuk u mërzita, kuptohet u mërzitën familjarët shumë. Po, vjera jashtëzakonisht shumë, akoma nuk e thot, se si më duket ndryshe ky tani. Ku ti ngjan më shumë? Po, unë mendoja që më ngjante mua shumë, sepse ai ka sytë e mi, madhësinë e syve të mi. Por sa më shumë ka shikimin dhe vetullat i ka të gjyshit vet. Dhe më duket dhe hundën e ka të babës vet, po buzëqeshjen dhe madhësinë e syve më duket se kur e ka si mua. Po vajza? Identik me Olioni, identik, nuk ka asgjë si mua. Si është kjo puna vajzave që i ngjan papait kështu? Ti ke ngjar papait? Po. Ke ngjar. I kam ngjar dhe unë ashtu e doja, kështu që me vajzën nuk u mërzita fare, madje po bënim një bisedë para disa ditësh edhe i thosha unë anës kisha një psikolog klinik në emision, edhe pas atij po e pyesja dhe i thash që në qoftë se ti do më vendosësh mua një notë, i thash, nga 1 deri në 10, sa meritoj unë si prind? Unë mendua qeshi, edhe më tha mua 9.5, i thash unë nuk e dua me hatër, e dua tamam, po ashta, po mirë, thash pse sa meritoj dhe ato 0.5? Se doj çik më shumë tash. E mora këtë me qenë se këtë e meritoj kam, po se ç'o do kam dhe kjo. Edhe më tha mua që ajo tha është sepse ti ta ka raste, tha që nxehesh ta, edhe mua tha më bërtet, tha më e ngre zërin, tha, edhe për këtë tha nuk e meriton atë fare. Tash më po nëse se ngre zërin ti reflekton, a kupton? Po tha reflektoj, tha si reflektoj, tha. Po i thash me ngritje zëri dhe me he 0.5, imagjino, kishte fare. Edhe në atë moment tha mua, tha po ti, tha sa më vlerëson mua, tha si fëmijë, edhe unë po i thosha që dhe isha shumë e sinqert në këtë pjesë që unë në jetë nuk kam pasur asnjëherë idhull apo njerëz që i adhuroja. Nuk kam pas. Domethënë gjithmonë kam pas modele, i referohesha modeleve kështu, po kur të adhuroja dikon. I thash ti je personi i parë që unë të adhuroj, thash, të adhuroj dhe realisht e adhuroj sepse ke qef të bësh një muhabet, sepse është shumë artikuluar, ka inteligjencë, është pëlqen se është elegante, e kupto, është e vetëdijshme për gjërat që ka të mira dhe gjërat që ka të këqija. Dhe jam shumë e lumtur, më thonë, dhe i thash, më tha mua, tha, po babi nuk e adhuroj ti. Se kalon pikë tjetër. Por Roi më tha mua, tha, apo ai ta po rrëmuj akoma, tha, dhe prandaj nuk e adhuroni. Thash me ty bëj muhabet, me Roi s'kam filluar akoma të bëj muhabet që të kalojmë pas në adhurimit. Kur fillojnë vajzat të bëjnë muhabet? Ana ka filluar shumë shpejt flasje. Shumë shpejt. Kjo është diferenca anës me Roin. Ana ka filluar shumë shpejt. Ka filluar 7 muajsh e gjys ka thënë baba. Dhe nga aty, domethënë unë kam një video që ajo ka qenë pak më shumë se sa 1 vjeç dhe numëronte deri në 10. E kam një video që e kam publikuar edhe në Instagram. Në atë kohë pastaj e kam rikthyer se tashua sa mirë. Numëronte deri në 10. Dhe besoj që ka filluar të ndërtoj fjalit pas moshës 1 vjeç, pra. Ka qenë shumë shpejt me zhvillimin. Shumë shpejt. Ana ka pas 13 muaj që ka filluar të eci pak më vonë.
ndërsa Roy në muajin e 6 ka thënë baba, thashun ky ja kaloi gocës. Ai vetëm baba, asnjë fjalë tjetër. Mama nuk e di domethënë Po ç'është kjo punë, baba të dy, ë? Të dy baba. Apo kesh kuptohet nga ajo pjesa ba, edhe unë më ai dëshoj një thjesht kesh kuptim. E thoshte tamam, jo baba, kështu baba. Dhe filloi shumë më vonë se sa goca, okay, tani është shumë mirë, domethënë sepse thotë edhe kur ti ja thua fjalët limoni, okay, u morën vesh, po përpiqe. Po thot, ka një fjalë, domethënë ka rreth 15 fjalë që i thot plot, ai thot mira, është i vetëdijshëm, domethënë jam shumë e qetë në këtë pjesë. Por jo si Ana. Ana ka qenë tjetër fazë me zhvillim. Pra këtu dua t'i them edhe mamave që sepse shpesh bëjnë krahasime me fëmijën e parë dhe fëmijën e dytë dhe fillojnë dhe krijojnë shqetësimet e veta, nuk mund të kesh krahasime as me, kur s'ke krahasime brenda familjes, imagjino jashtë familjes që s'mund bësh krahasime. Por ama që ka fëmijë që flasin shumë më herët, ky është fakt, edhe për më tepër që mund të bëjnë fjali, se tash fjalia është me dy fjalë për fëmijët dhe bebet. Edhe këtë mos ta ngatrojmë një çik se do formoj fjali me 5 fjalë. Krye fjalë. Po, edhe kështu që edhe këtë mos e ngatroni kur themi që janë thon fjali, janë vetëm me 2 fjalën. Un lua los fare se si e mësojnë ato të para. Po mendoj që edhe duhet të flasin. Do të thonë realisht duhet të flasin fëmijëve që t'ia stimulojnë edhe komunikimin. Ti ke lexuar shumë Anës apo i ke folur më shumë? Unë Anës i kam, jo vetëm i kam lexuar, po dhe i blija libra pafund. Ajo i merrte dhe i griste. Por unë isha me idenë që më mirë t'i marri dhe t'i griste dhe t'i ketë aty, se sa mos t'ket fare, mos rritet. Ndërsa Roy ka ato të Anës, me këtë kemi kursyer në maksimum. I dytë me dytën kursehet të gjithmonë. Çfarë ke kursyer tjetër me të dytën? Pra, le të themi, çfarë ke bërë disa gjëra që ja ke trashëguar Të gjitha lodrat e Anës unë i kam ruajtur. Të gjitha. I kam, domethënë ato që janë të mirëmbajtura dhe i kisha ruajtur. Këto, pastaj. Po ku i ruaja? Edhe karrocën. Edhe karrocën e ka ruajtur. Karrocën nuk e kam ruajtur, karrocën e kam dhënë. Domethënë tek shoqet e mia, të cilat e kanë kërkuar, e kam dhënë. Dhe pasi linda i thash, ju ma jepni çka karrocën se keni marrë punë. Ajo nuk rezistoi as 2 muaj edhe pastaj iku rrota. Se normal ishte 8 vjet që vetëm përdorej. Sigurisht. Edhe kam kursyer me Roin sepse kam pas një mikeshën time Eriolën e cila e ka arritur djalin para dhe unë më zhdukur shpenzim kot për disa gjëra për t'i bler. Domethënë një pjesë kanë qenë dhurata, shumica kanë qenë dhurata, shumë pak gjëra kanë bler për Roin, shumë pak gjëra. Domethënë ato rrobat që ne ja blem një herë në 3 muaj se ai rritet baziket. Kur e ke bërë udhëtimin e parë me gocën? Me gocën e kam bërë 3-4 muaj pasi Ana kishte libër. Kemi vajt në Mal të Zi, kemi vajt në Bor, në Kolashin, se Ana ka lind në shtator, ne kemi vajtur në dhjetor. Edhe shumë mirë, përsa ku ata janë të vegjël nuk ka asnjë problem, që të thosh me ata. Problemi fillon kur vjen këmbët. Kur fillojnë edhe rriten pak, atëherë e ndërlikon gjithë situatën. Pra cila është mosha më problematike mendon? Po nuk mendoj që nga ajo që ke përjetuar deri tani, pra në moshat që ke. Po tani me Roin për shembull është e vështirë që të bësh udhëtime shumë të gjata, edhe pak më i vogël, domethënë edhe 1 vjeç. Kemi bërë një rrugë nëpërmjet para disa kohësh që ishte me Roin. U strapacuan, domethënë sa ai nuk rrinte, donte të lëvizte, vjen nga mbrapa, të kap, nuk ri aty, edhe ai gjumi me copa, domethënë është e vështirë pasi 8-9 muajsh ndoshta që fillon edhe lëvizje dhe kështu, se nuk di të ta them tamam. Bëhet më e vështirë dhe tani. Ndërsa sa kohë jam bebe, kështu mendoj që është komoditet shumë i madh, po. E mban në gjë ose nëse s'ke gjë me formulë. E ndron aty, domethënë është mua më duket komode, po varet nga fëmia. Varet nga fëmia. Ne me Anën kemi udhëtuar shumë. Ana ka qenë komode. Roy është ndryshe, është shumë aktiv. Dhe mendoj që fëmijët e mi kanë pas një fat të jashtëzakonshëm që janë rritur nga gjyshrit, sepse kanë marrë shumë dashuri, shumë kujdes, shumë nuk do ta kishin marrë nga asnjë gjë tjetër, nga asnjë formë tjetër. E di që ka teori të ndryshme që thonë që më mirë në çerdhe socializohet me fëmijët.
asnjë problem s'ka ana me socializimin. Okej, ishin ato ditët e para të kopshtit pak e vështirë, po asnjë problem. Shqyr zoti mami imër sociale, ka shoqëri Ka pa shoqëri, fund. po. Njihen ato me shoqërinë e mamit. Po kur e ke Kështu që çuar anën 4 vjeç. 4 vjeç. Kemi tentuar 3 vjeç. Ajo bëri një regres shumë të madh, sepse kopshti që ne zgjodhëm ishte me rregulla pak strikte dhe ajo ishte herë e parë që shkonte dhe filloi të belbësonte shumë. Vërtet? Do të thonë, edhe pse fliste shumë mirë, kur filloi kopshtin, po ato një muaj, filloi të belbëzonte. Filloi të belbëzonte. Mendoj që ishte stresi. Ishte stresi, po, se unë na çova në psikolog direkt. Okej. Ishte stresi, filloi të belbëzonte dhe filloi të urinonte në mënyrë të pavullnetshme. Regres shumë i madh. Dhe unë e çova direkt në psikolog dhe më thash stresi. Për mua shkëpute. Bëm disa seanca dhe më tha shkëputa. Dhe e shkëputa e çova prapë aty ku ishte mësuar me mamin. Vitin tjetër pastaj e çuam në një kopësht tjetër, kishte edhe fatin që kishte edhe kushturinën e vet, gocën e Xhaxhait në të njëjtin kopësht. Dhe aty Ishte kalimin më të lehtë. e kishte më të lehtë, ishte pak më e rritur. Okej, unë isha aty, ditët e para që ajo derisa të mësoje të kështu, po ishte shumë e lehtë, shkonte me qef, ishte Privat. 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 Pse zgjodhe privatën? Të jem e sinqert, unë kam dëgjuar dhe kam eksperienca shumë të mira nga prindërit të cilët kanë fëmijët në shtet. Si në çerdhe dhe në kopësht. Po më duket sikur është një histori kaq që ndërlikuar ti çosh fëmijën në çerdhe dhe në kopësht. Sa nuk kam as nerva dhe as kohë që ti shkoj nga mbrapa. Dhe më vjen shumë keq për prindërit që realisht nuk kanë mundësi. Pse duhet ta kenë kaq të ndërlikuar jetën për të regjistruar një fëmijë në çerdhe? Domethënë në kohët e sotme ku din çdo gjë për ne, drejt që mori kur e di qa lagje jeton ai prindi, qa pallati jeton, me qa merret. Pse duhet jetë kaq unë kërkova përoj, no, doja ta eksperimentoja ta çoja në një çerdhe 2-3 orë, që të pushonin pak prindrit, se realisht më dhimbsen shumë se janë shumë të dedikuar dhe shumë të fokusuar aty. Dhe po kërkoja në Albania. Tani gjithçka në Albania ti e ke aty. Po pse për çerdhen nuk duhet ta kesh aty, po duhet shkosh njëherë fizikisht aty, pastaj duhet shkosh fizikisht te treni, pastaj duhet mbash radhën. Pse duhet jetë kështu? Ja, e kuptoj. Vetëm se ka një gjë, pra Vera. Vërtet është, e vërtet që kështu ndodh në Shqipëri dhe problem. Në fakt problem i madh është. Por ama jashtë duhet mbash radhë 2 vjet përpara për ta futur gocën në çerdhe publike apo shtetërore. Po si 2 vjet para, se nëse edhe çon pa një vjeç, lindur madje. dhe të mbash Po, radhë, ti pa e je lindur. kur je shtatzan. Po mirë, okay, dëgjom, unë jam shumë Ka dakord. shtete që e kanë kaq problem këtë që kam dëgjuar edhe në Francë, të nga njerëz Po që jam jetojnë shumë atje, kam dakord dëgjuar në edhe në qoftë se Britanië të sistemi Madhe. është i tillë. Po, Nëse sepse sistemi ka është- radhë, ka shumë radhë për të futur në sistem, le të themi shtetëror. Në këtë rast normalisht ato i kanë pa pagesë, çerdhet e kopshtet Po. deri 18 vjeç ato nuk paguajnë asnjë gjë për fëmijët e tyre. Kështu që, por e kam dëgjuar këtë gjë nga dëshmi personale të gocave grave që kanë qenë. Çdo vit në periudhën e regjistrimit të çerdhes apo kopshtit fëmijëve mbie telefoni nga njerëz nga më E të di, ndryshme. edhe shumë më thotë, tmerrshme, A njeh po. njëri aty se më kanë thënë që është shumë e Po. vështirë dhe realisht më vjen Ke keq shumë të sepse drejtë, po, ke shumë më të vjen drejtë. shumë dhe domethënë e di për çfarë më vjen keq dhe për te kësaj historisë së çerdhes kopshtit. Më duket sikur jeta e sot me ritmin në të cilën ne jetojmë është shumë i vështirë për nëna. Domethënë nëse ti shkon në punë orën 8 dhe mbaron orën 5 dhe ke atë fëmijën e vogël, nga ora 5 deri në 8 sa që fëmia flet, domethënë që duhet ketë atë. Çfarë do bësh më parë? Do luash, do gatuash, do ta lash, do kalosh kohën nëse ke një fëmijë tjetër. S'po diskutoj fare kohën për veten. Po më duket sikur është bërë kaq mbytëse, stresuese, imponuese ky ritmi i jetës, sa shumica e prindërve nuk po arrin dot që të shijojnë fëmijët dhe vërtet duhet të ndryshojë, duhet ketë një qasje që të ndryshojë gjithë kjo. E gjithë ky element social që mund të japi pasoja nesër. Po, mendoj që kudo në gjithë botën ka ndryshuar kjo gjë dhe një nga gjërat pse ka ndryshuar kjo është sepse prindrit tan nuk janë aktiv shumë në ndihmë. Ty të ka qelluar je me fat. Jam me shumë fat. Je me shumë fat. Por unë dëgjoj shumë raste që prindrit nuk janë aktiv në dhënien e ndihmës për fëmijët, për shkakun sepse kanë jetën e vet,
shjojnë pensionin, dalin, ose punojnë ekstra në një biznes tyre privat. Po nuk i paragjykoj as këta. Pse edhe ka ndryshuar kjo gjë. Po nuk i paragjykoj unë as këta gjyshër, realisht. Do me thonë, sepse unë jam me idenë që ti një jetë ke dhe do t'i jetosh të gjitha fazat. Kuptohet që mendoj që më duket absurde për disa që vazhdojnë akoma 70 vjeç janë të fokusuar te karriera dhe them si se jetojnë të jesh gjysh. Shihen e të kaluarit të luash, të shtrirësh dhe të luash me fëmijë. Domethënë realisht më duket absurde se si mund të jetë kjo gjë. Por i kuptoj dhe ata se cili ka të drejtën të bëjë zgjedhjet e tij. Nuk e kam për detyrë gjyshërit që të rrisin fëmijët tanë. Është zgjedhje. Zgjedhje, po. Janë me fat ata si puna ime që e kanë këtë gjën. Por sistemi duhet të garantoj disa lehtësira. Dhe për ty ka qenë një rikthim në punë shpejt për të dyja rastet, edhe për linjën e parë dhe për linjën e dytë që ka qenë akoma më beft. Kthimi, e kishte menduar kështu të ndar veten shumë shpejt mes karrierës edhe mëmësisë, pra. Jo, siç të thash, unë kur kisha bërë atë planifikimin e parë për anën, e kisha planifikuar që do mbinte edhe në periudhën e verës. U shty me një muaj dhe mëra në shtator fiksa kishte filluar sezoni. Në atë kohë kam qenë në 7-5 bashkë me Nolin edhe ai e moderonte shumë mirë vetëm dhe nuk kishte asnjë siklet dhe në atë kohë nuk kisha as presion që ktheu. Në atë kohë ka qenë mami im që më ka thënë ktheu në punë. Po, pse? Po e pa që unë isha e rënduar psikologjikisht. Mua me anën, domethënë mendoj që e kam kaluar postpartum të vështirë, të vështirë. Nuk e di se sa kohë duhet ketë zgjatur. E para ishte një ndryshim i trupit. Që unë kur kam dalë në pasqyrë dhe shihja veten me atë barkun e madh, me atë fashën që ishte nga ndërhyrja, me stria që kisha nga lindja, thosha, nuk jam unë. Unë nuk jam kështu. Dhe kjo ishte shok shumë i madh. I vlerësoj shumë nënat që kanë vetbesim të lartë dhe thonë që unë solla në jetë një fëmijë kështu. Ky nuk ishte rasti im. Unë e përjetova shumë keq të gjën. Kur i riktheva pas tani që lindarojnë kohës sepse fakti nga që kam qenë dhe gjithë shtatzanin dhe gjithë kohën postpartum punë, i riktheva videove dhe kur isha kthyer në punë isha pas një muaj fiks në peshën që kisha qenë para se ngelesha shtatzan. Shumë shpejt, por ai një muaj ka qenë i vështirë për mua dhe mami e pa që unë isha psikologjikisht e rënduar dhe më tha shko në punë. Dhe besoj që ajo më bëri shumë mirë, sepse unë u futa në rutinë, ishte vetëm 2-3 orë në ditë që unë shkoja në punë, pastaj gjithë kohën tjetër isha me vajzën, por ajo aq kohë më shërbeu mua që të ndihesha pak më mirë me veten. Realisht dhe më ndryshoi jashtëzakonisht shumë ai momenti. Mbaj mend që në atë kohë kishte edhe një zhurmë, u bë një zhurmë që unë nuk e konstatova në kohë, po më vonë, që pse u kthye kjo në punë kaq shpejt, që janë këto nëna që lën fëmijët, që karrierën e kanë më të rëndësishme se po shpesh të e kam parë më vonë, nuk e kam parë në atë kohë dhe madje ishin disa vajza që më kishin dalë në mbrojtje pa që ndoshta edhe nëna. Po. Dhe në atë kohë mendoja vetëm një gjë. Çdo njeri i bën vetë llogaritë e familjes tij. Dhe asnjëri nuk e di se çfarë më duhet mua në shtëpi. Nëse mua më duhen lek për fëmijën, nëse më duhen për prindrit, nëse më duhen për vetat. Domethënë gjithçka, çdo njeri ka llogaritë e tij vet. Dhe gjëja më e lehtë është ta paraqykosh tjetrin. Gjëja më e vështirë është që të futesh në këmbët e tij dhe ta pranosh. Kështu që mendoj që duhet heqim dorë nga paragjykimi sepse asnjëherë nuk e dim se çfarë e detyron tjetrin që të shkojë në punë. Të lej beben e vet. Të lej beben e vet, domethënë çdo kush do donte që ta shijonte maksimalisht ato. Edhe një gjë tjetër, një gjë që dua të prek është edhe pjesa e informacionit, që ti merr edhe gjatë shtatzanisë, por edhe në vazhdimsi, sepse thonë shpesh nëna që mos na ngarkojmë kaq shumë informacion, na le ta shijojmë shtatzanin. Është shumë e vërtetë, duhet shijuar shtatzania, por sa më shumë alert jesh në disa gjëra, aq më mirë është, edhe ndoshta më shumë informacion ta bën edhe më të lehtë, edhe qoftë shtatzanin, po qoftë edhe ardhjen e bebit në jetë edhe vazhdimsinë. Për shembull, një nga gjërat është çfarë ke ngrënë, çfarë nuk e ngrënë gjatë shtatzanisë, që çfarë gjëra që duken të ndaluara, po ndërkohë ti i ke Po, unë
unë informacionin e kam shumë të rëndishëm, ndoshta edhe nga Profesioni. Profesione. Dhe gjithçka që unë bëja i referohesha një burimi të besueshëm që e lexoja. Për shembull, nëse me Anën nuk haja sushi fare, me djalin kam ngrënë sushi të gatuara, sepse unë i kam shumë qejf dhe nuk bën sens që ti të lësh diçka e cila logjikisht nuk të sjell as edhe një pasojë. Sikurse ti sallatën për shembull apo produkte të tjera nuk mund t'i marrësh jashtë, duhet t'i kesh vetë në shtëpi, t'i lash, t'i pastrosh. Domethënë kisha heq dorë nga disa gjëra dhe kisha mbajtur disa gjëra tjera. Një nga gjërat që unë ka qenë tërësisht zgjedhje personale është nuk kam përdorur omega 3 gjatë shtatzanive, as të parës as të dytës. Ti të gjëroj doktorin ndërkohë? Jo, nga informacionet që unë kisha lexuar, domethënë për shkak të nivelit merkurit ose peshku që konsumoja, përdorja vetëm merluc, nuk përdorja peshk tjetër sepse merluci nuk ka merkur. Po suplemente fëmijëve i jep? Po, i kam dhënë. Edhe djalit edhe vajzës i kam dhënë të dyve. Çfarë? Për shembull. Kanë qenë kompleks vitaminash i kam dhënë, të tregu, dyshin ja kam dhënë gjithë kohës, domethënë nuk shumë ja kam dhënë. Probiotik në momentet të caktuara i kam dhënë. Antibiotike ke përdorur fëmijë ndonjëherë? Ja. Tash nuk kam qenë me fat. Me Anën ndoshta më vonë, pasi ajo ka qenë 5-6 vjeç që mund të ketë pas ndonjë siklet caktuar, shumë rrallë. Shumë rrallë, ndërsa Rojt jo. Eksperienca me ushqimin ka qenë e lehtë, pra solidin? Për fëmijët, po, me të dy ka qenë shumë mirë. Ana deri në 2-3 vjeç. Të bluara apo copa? Ana e ka pas qejf të bluara. Roj nuk i do. I do copat, ja. Ashtu i shijon, madje po i pa të bluara është kështu si i do gjërat e rregullta, të pastra, nuk i pëlqejnë kështu të bluara. Ndërsa me Anën nuk kam pas asnjë problem. Ana ka qenë shumë mirë deri 2-3 vjeç për të ngrënë. Pastaj filluan ato naze, do pasta, do pica, do tost. Shumë e vështirë, ja vendosa të pjatën para, do i bëj skip, do i kite thonë me saj, do vi pastaj, do thoj do më bësh qik mozzarella, pak e vështirë me fëmijët, pasi rriten edhe janë të vetëdijshëm. Po me vaksinat si keni pas marrëdhënie? Gocës ja kam bërë të gjitha me vonesë ato të 1 vjeçit, djalit ja kam bërë ato të 1 vjeçit nuk ja kam bërë akoma. Nuk ka ardhur. Jo, koha ka ardhur, ka kaluar, po pra, po ti ke mbajt le të themi një distancë, po. Nuk e di, nëse domethënë realisht mendoj që nuk do ja bësh fare? Ke edhe një alternativë mos t'ja bësh fare? Jo, nuk e mendoj që mos t'ja bëj fare. Por nuk jam e bindur as për t'ja bërë. Domethënë thjesht po i jap kohë vetes. Thash ai me zhvillimin është thjesht zakonisht shumë mirë, por edhe tek ty kam dëgjuar që ka pas dëshmi pafund të nënave të cilët tregojnë që fëmijët kanë qenë të zhvilluar mirë dhe kanë stopuar. Diçka ka. Po dhëmbët kur i kanë dalë? Gocës e çunit. Gocës i kanë dalë shumë normalisht, nuk ja kam ndier fare. Po kur ka qenë kici i parë? Kur ka dalë kici i parë? Dhe kush ja ka parë? Tek 9 vjeç, ja ka parë 8 vjeç, 8 muaj, po, ja ka parë mami. Të dyve. Ja ka ta ju më kontrollon. Ndërsa djalit i pari i ka dal gati 9 ditë para se të bënte 1 vjeç. Okay. Ka qenë vetëm pas ka shkëtë çik më shumë. Po, dhe javën e kaluar i ka dal brenda një jave 4 dhëmb. Ishte u strapacua, tortura, i nxjerr më me vështirësi se sa goca djali. Ndërsa Ana i ka nxjerr pas një problem, nuk e kemi ndjer fare, vetëm kur ja shikonim. Ndërsa ky më të vështirë. Shkolla është një tjetër tapsik, e ke zgjedhur vështirësitë për ta kaluar nga kopshti në parashkollor dhe për të zgjedhur pastaj shkollën e dur për vajzën me pikpyetjet, a është e dur apo jo, përshtatja e saj, si ka qenë për ty? Ana kalimi nga parashkollori në nga kopshti në parashkollore ka pas shumë smooth, ka pas shumë të lehtë sepse ne në atë kohë bëm një tur, siç bëjnë gjithë prindërit në të gjitha shkollat që ne i shikojmë të arsyeshme edhe për ta përballuar zbuxhet, por edhe për ta që mendojmë që i përshtaten fëmijës, dhe unë kam qenë bashkë me Ana dhe kemi bërë këtë turin në të gjitha shkollat dhe kemi vajtë tek shkolla ku Ana është aktualisht dhe Ana takoi zyshën e parashkollorit dhe ju hodh direkt në qafë. Pra kishte një zysh Albina, ishte fantastike. Edhe kishte një energji shumë të mirë me njëra tjetrën, ajo i bëri testa, që doli shumë mirë tha nga testi dhe ne nuk e diskutuam më. Domethënë, ajo ishte ngjitja e Anës, pavarësisht se ajo ishte shkolla e fundit që ne kishim lënë. Kishim provuar gjithë shkollat e tjera. Unë isha në dilemë dhe jam dhe sot që flasim, në dilemën se cila është shkolla më e mirë për Anën, por dhe për gjithë brezin. Nuk e di nëse është metoda që
fëmijët janë të lirë, të lumtur si thon prindrit, dhe marrin pak përgjegjësi, apo është stili tjetër që unë kam zgjedhur për anën, që marrin përgjegjësi, kanë detyra, dhe duhet të përgjigjen dhe është strikt. Nuk e di ende kush është më e mira. Unë personalisht vi nga modeli dytë, nga që unë kam zgjedhur për kohë, dhe mendoj që përgjegjësia të bën të lumtur. Nëse ti merr përsipër diçka që realizon, kjo të bën të lumtur. Nëse ti nuk merr përgjegjësi, je thjesht në ajër, do me thoni ke gjërat, më duket sikur i ke, dhe unë nuk jam. Unë nëse ka një realisht, nëse ka një gjë që e kam të domosdoshme për fëmijët, të panegocueshme për fëmijët, është që ata të bëhen të aftë. Pa mendon që do funksionosh njësoj dhe me djalin? Unë mendoj që secili fëmijë ka karakteristika ndryshme, dhe jo se prindrit shpesh e bëjnë edhe për çështje infrastrukture, që i çojnë në të njëjtën shkollë sepse nuk kanë fajo. Por mendoj që fëmijë të ndryshëm kanë tipologji të ndryshme dhe mund të përshtaten sisteme të ndryshme. Nuk e gjykoj dot për rolin sot, realisht. Por që këtë që thash për anën, që ai të marri përsipër gjëra, përgjegjësi të jetë aftë, e kam për të dy. Por nuk di të them se cili do jetë sistemi, sepse unë dhe për anën kam dilema. Domethënë dhe mendoj që çdo prind duhet të ketë dilema çdo ditë për fëmijën, apo bën më të mirë. Nuk duhet bjerë rahat. Nuk duhet bjerë rahat, sepse rahatia krijon probleme të tjera. Por unë mendoj që duhet marrin përgjegjësi. Të vogla, nga pak, ato detyrat, pa jo është përgjegjësi e tyre, ato duhet ta realizojnë, ato duhet ta bëjnë. Dhe sistemi që i lën kaq të lirë që bëj çfarë duar, s'ka problem. Po e solle mirë, po se solle mos stresohesh. Po jo, pra, dhe stresi është pjesë e jetës, do mësohen edhe me ato. Ashtu, patjetër është çështja e menaxhimit. Se jam për tani nuk e kuptoj dot realisht. Flasin vetëm për ankth, që në mosha shumë të vogla për ankth. Dhe po ne. Edhe unë kam përpyetje, isha te doktoresha Ariana Arele para ca ditësh, edhe i thashun, doktoresha, i thashun, po ne s'kemi ankth, se kuptoj, si më mirë ne, i thashun, nuk. Po, ky psikologu që fola më tha që kemi pas dhe ne, po kush na i lexonte ne. Po mirë jemi ne. Me këtë ankth tani edhe direkt fëmijët kam ankth, jam kështu, duket sikur çojnë sport, lodhen, mos të lodhen, do me thonë, unë në momentet e mia të vështira, kur jam djerë keq, gjëja e parë që kam bërë, kur kam djerë që kam sikleta, gjëja e parë kam bërë sport. Eci, del, shkëputu, dhe nuk e kuptoj dot realisht, me gjithë mirë kuptimin që mund të kemë. Njeriu duhet të japi forcë vetes, duhet ta suportoj veten dhe thotë, kjo do ta kapërcej patjetër, jeta është e gjatë, një moment është, gjëra që ndodhin, dil, ec, vrapon. Lodhu që të dhëmin këmbët në fund dhe mos të mendosh për stresin, po të dhëmin këmbët dhe të vuash nga ajo dhimbje e këmbëve. Kjo është teoria ime, nuk është të thonë që të funksionoj për të gjithë, por unë kështu mendoj. Mendoj që duhet marrin përgjegjësi, duhet marrin patjetër përgjegjësi. Sa i përket të ardhmes, se mendon brenda apo jashtë vendit? Ju ditë të vetes tënde, se ti ndoshta je shumë mirë këtu, po të fëmijëve se jo, për anën mendoj që shkollimin e lartë do ta bëj jashtë patjetër. Jashtë, po. Nuk e mendoj dot fare që ne të investojmë për anën në këtë moment në shkollë shumë të mirë, në përgatitje shumë të mirë dhe ajo të shkojë në universitetet shqiptare. Jo, nuk e mendoj dot, sepse duhet ta pranoj që sistemi arsimor shqiptar i lartë për mua nuk është më siç ka qenë kur kemi qenë. Nuk ka, unë për shembull e kam pas për nder kur kam qenë mbarova gjimnazin dhe kur më dolën degët e studimit në Universitetin e Tiranës ishte nder për mua që unë isha aty. Mendoj që në këtë kohë ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Edhe një detaj, domethënë se ai unë anën e kam çuar në parashkollor kur ishte 5 vjeç, pa bërë akoma 6 vjeç dhe shkolla është në autostradë, është në distancë dhe unë mora riskun që ajo edhe 5 vjeç të bënte ato distancën aq të largët për të shkuar në shkollën e duhur dhe e shoqëroja, e kam çuar, më thënë çdo mëngjes, nuk ja kam prish rutinën deri ditën e fundit të shtatzanisë time dhe sa jam kthyer pas lindjes, domethënë ditën e tretë që unë jam kthyer pas lindjes, e kam marrë çantën e saj në krah dhe kam shoqëruar poshtë që mos ja prisha rutinën, që ajo të krijonte, mos mendonte që tani që erdhi vllai gjërat do ndryshojnë. Domethënë kam qenë shumë strikte në rutinën e anës. Por e kam lënë të shkoj aty dhe jo ta shoqëronim ne, dhe jo të merrim një shofer për ta çuar deri atje, sepse mendoj që fëmijët, siç uniforma është e domosdoshme, mendoj që edhe të jenë njësoj me të tjerët në infrastrukturë. Pastaj secili jep maksimumin e tij apo ai sa do të japi, por
mendoj që nuk më pëlqen ky diferencimi që bëhet mes fëmijëve. Disa, për shembull te kopshti i Anës ndihej shumë kjo gjë. Diferenca shumë. Disa fëmijë vinin me çantë Louis Vuitton, disa fëmijë me shumë eksagjeruar. Pa nevojshme eksagjeruar mendoj fare. Po, edhe unë ashtu. Domethënë mendoj që nëse ti ke kaq shumë mundësi, investoj te edukimi ti, te edukimi ti, tek koha që kalon me të, tek momentet e bukura me të. Okej, por gjithsesi A e ke të ngarkuar me kurse? Jo. Edhe kjo është zgjedhje. Fillimisht ajo para 2 vjetësh. Bëra ato që bëjnë të gjithë prindrit, ose shumica e prindërve, ose ata që ne kemi që ndajmë shkollën, që kemi klasë. E çova në disa kurse, e çova në notë, e çova në balet, e çova në këngë, e çova në kurs pikture. Dhe u lodha unë duke çuar dhe unë e çoja dhe prisja ose punoja në një material. U lodha. Ju që në notë duhet I thaje flokët, strapacim vete, o zoti madh, bëhesh ndark vonë, me fëmijë të dytë ishte pamundur që të bëja të dyja. Dhe thash jo. Nuk ka nevojë për kaq shumë, ose kështu e mendoj unë. Ajo ka nevojë të bëjë ato detyrat e saj, të dalë dhe të argëtohet, të ketë kohë që të argëtohet, dhe të bëjë një gjë dhe e çoj vetëm në gjimnastik. Domethënë e kam çuar vetëm në gjimnastik që është dhe afër me shtëpinë dhe ajo e shijon. Në qoftë se do vëre më vonë që ajo ka një talent caktuar. Për shembull I kam thënë vllajt se ai ka qenë në shkollë muzike që ka vesh muzike ose se muzike po ka thënë ai për moment. Do ta lënë një moment më vonshëm që edhe ajo ka një lloj pjekurie për të kuptuar nëse kjo I bën punë apo jo. Nuk jam me idenë që fëmijët duhet të çuar duhet të ngarkohet me kurse. Domethënë nëse ti ke mundësinë, nëse unë do isha pa punë ose partneri im do ishte pa punë, ndoshta mund ta kishim çuar, e kupton se do ta kisha çuar ndoshta në një shkollë shtetërore, mbaronte 11:30 dhe deri në orën 5-6 mund ta kisha çuar në disa. Ka mjaftueshëm, po. Por në kushtet që është Ana, nuk dhe është e pamundur dhe unë I kam thënë dhe përfaqësuesve të shkollës në mbledhjet me prindër që kemi bërë. Mua më bën sens kur prindrit paguan një tarifë caktuar në një shkollë caktuar. Më bën sens që shkolla të bëjë në kurrikulat e saj të ketë për shembull 10 ose 12 orë basketball. Që fëmia ta mësoj si disiplinë brenda shkollës basketbollin. Në qoftë se mësuesi e kupton që ky fëmijë ka një talent, ja një prindin dhe e referon dhe siç ka pasur ndodhur dikur, se kështu ka pasur ndodhur. Se ne kështu kemi qenë, ne kemi bërë handball, futboll, basketboll gjitha. Pra, ose mbaron këtë në kurrikulum 3 muaj orën tjetër ka një disiplinë tjetër dhe një tjetër. Pra, fëmia brenda orarit, mos I mor se ata kanë 3 orë fiskulturë, domethënë 3 orë fiskulturë s'mund përsin kohën tonë, hap krahun, mbyll krahët. Mirë të bëjnë dhe ato, se s'po them që lëvizja të bën keq. Por orientoje në një disiplinë caktuar dhe kuptohet që dhe kjo mund të ketë kostën për shkollën, nuk gjen mësues, është po dikur është bërë, se kuptoj se është problem sot që flasim një gjë. Dikur ndoshta ka qenë pak më kollaj sistemi, tani është e vështirë dhe për burime njerëzore, besoj që dhe shkollat kanë vështirësitë e tyre. Interneti, telefoni, celulari, prezantimi I parë, kur ka qenë dhe tani si keni marrëdhëniet? Keq I kemi. Po, nuk I shpëtojmë dot. Nuk I shpëtojmë dot. Ana qëndron në telefon. Domethënë në telefon. Po, te telefoni. Unë kur jam në shtëpi si kam telefonin fare, domethënë se duhet ta kenë hedh ata diku, duhet jetë diku. Nuk I shpëton dot. Domethënë dhe një nga gjërat që un kam pyetur psikolog, kanë thënë që kur ti bën udhëtime të gjata dhe kjo është shqetësimi. Për shembull, nëse ne bëjmë një udhëtim 5-6 orë. Ne luajmë në makinë, bëjmë diskutime, luajmë, po ti edhe 5 orë nuk luan dot. Jo. Më thon 5 orë. Ja një orë do flesh, po pas e do çohe, do haj një gjë. Po edhe nuk flem fare ndonjëherë. Domethënë Ana nuk ndoshta edhe mund mos flej, kur është darkë fle, po kur jemi gjatë ditës është e pamundur që të flej. Dhe ajo thotë ç'do bëj, unë mërzita. Edhe atë librin po e mori, do ta loj prapa, do mërzita, ç'do bëj unë dhe unë I bëja pyetje vetes dhe thosha, po si e bënim ne dikur, se distancat kanë qenë edhe më të larta, se rrugët kanë qenë të larta. Unë numëroja pemët, shifja si, domethënë s'ka pas as infrastrukturë, po ç'a bëja realisht, domethënë, se këta fëmijët mërziten sot kaq shumë. Po është problem, nuk I shpëtojmë dot, domethënë nuk I shpëtojmë dot trendeve. Dhe unë e vëre jo vetëm Anën, por edhe me fëmijët e tjerë, sa them shoqyr në ditët e shkollës ajo nuk e merr. Për hir të vërtetës sepse është kaq impenjative sa as nuk ka kohë, nuk I del koha.
por në fundjavë po, nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot. Tani që janë pushimet, që fillojmë pushimet, është e pamundur që ti shpëtosh. A ke Unë e frikë? bëj telefoni, marr prindrin telefon, alo thot ajo direkt. Domethënë ka telefonin dorë. Ajo, po. Tani me telefonin them unë ishte gjithkohë sa e mora. Sa po. Direkt në një sekondë, mama. Bullizimin. Ke frikë? Nuk kemi pas probleme. Nuk kemi pas probleme. Kjo ka qenë arsye, një nga arsye pse kam zgjuar shkollën në Ana, sepse ata janë shumë selektiv në përzgjedhjen e prindërve dhe fëmijëve. Nuk kemi pas probleme, realisht. Por unë nuk kam pas problem bullizimin, por kam pas një problem tjetër me Anën. Për shembull, Ana është shumë e lidhur me shoqërinë. Do shumë shoqe, i do shumë. Dhe ndonjëherë vendimarrjet e saj i kanë në raport me shoqet, gjë që mua nuk më pëlqen. Dhe jam përpjekur t'i flas dhe i flasim shumë në raport me këtë gjë, me mënyrën që shoqëritë janë shumë të rëndësishme, shoqet janë shumë të rëndësishme, i duam shumë, kalojmë kohë, kujdesemi për to, por vendimarrjet tona nuk varen nga shoqet. Vendimarrjet tona nuk varen ndonjëherë as nga partneri. Asgjë emocionale nuk duhet varet. Domethënë që kjo është shumë e duhet marrë rëndësishme. nga ty, ti bën llogaritë tua. Dhe jam përpjekur shumë që ta bëj. Për shembull, Ana do të ndronte shkollën se ka ca shoqë që janë në një shkollë tjetër. Edhe dua të shkoj aty më tha mua dhe më jepte 100 argumenta mua ajo. Pse donte të shkonte aty. Shoqët i linte në fund. Gjente argumenta pse duhet ta ashtu. Dhe për mua ishte betejë për ta bindur që nuk mund të marrësh vendime sepse shoqët e tua, se nesër nuk e ke atë shoqën. Apo gjesh një tjetër. Mund të gjesh një tjetër, domethënë shoqëritë janë pjesë e jetës. Po nuk mund Ti na duhet të kesh kondicionojnë. një vizion më të qartë dhe më afatgjatë për veten tënde që po për fëmijët është e vështirë. Po ky ka qenë problemi me Anën. Fakti që krijon shoqëri dhe i ka shoqëri shumë të mira në fakt. Jo probleme me bullëzin, nuk kemi pas deri tani. Problemi është që sot vazhdon për te ati furgonit. Ky është problemi. Ka pas një episod dhe ne i tregonte ne që kështu ma bëria e gocat e furgonit, më tha këtë e këtë andej dhe unë i them që do me thonë, ti duhet të regosh shumë edukuar, por nuk duhet të lejosh askënd që do të cënoj ty. Dhe kur them cënim, nuk shkoj fare tek fizika, e kam gjithë kohën tek emocionale. Askënd nuk duhet lejosh, nuk duhet i biesh më ngjaf, por askënd s'duhet lejosh. Dhe këtë e kam shumë të rëndësishme. Dhe ndërsa babai vet i tha, do t'i thuar zyshës tha, që po më ngacmon. Në të kundër tha, do vjo. Jo, do vjo. Do pranë prindin. Ke i grusht. Për çfarë ke grushtin? Thyja turin. O, zot! Baba, direkt, bam. Edhe baba nuk duren do të fare të gocat, fare. Dhe ishte fantastike se unë zbres ditën tjetër të furgoni edhe më tha mua, ishte më e qetë, edhe më tha mua, jam shumë gati, tha mezi po e presta të shkoj të furgon. Ajo tha nuk do guxoj më, tha të më thot mua diçka, i tha shumë pse? Shko, tha këtë, tha kam një krusht këtu. E kishte po skip pjesën e zyshës. Pjesën tote. Kishte kalu direkt. O, zot, kam një krusht. Direkt, thash, mama dhe baba ndryshojnë, pavarësisht se ne gjithkohë i themi që duhet të flasësh edhe me diskutim zgjidhen gjitha, nuk ka nevojë që të shkosh deri aty, po babat nuk durojnë dot e gocat.